Nga muaji korrik nisi indeksimi pensioneve që sipas vendimit të qeverisë këtë vit do të jetë me 2.7%. Indeksimi u ofrua për muajin korrik për shkak të rritjes së inflacionit, ndikuar edhe prej luftës së lindjes së mesme, si dhe do të përfitojnë rreth 900.000 qytetarë. Me këtë indeksim, pensionet urbane rriten në 543 lek në muaj, ndërsa ato rurale me 320 lek. Nga një korriku pensionet do të indeksohen me 2.7%, vendimi u miratua në mbledhjen e qeverisë që parashikon amortizimin e kostove të rritura për pensionistët sipas inflacionit të lartë, veçanërisht gjatë këtij viti. Indeksimi konsiderohet kompensim për çmimet e rritura, veçanërisht gjatë këtij viti kur inflacioni ka përcjell 3% për shkak të luftës në lindjen e mesme, që solli menjëherë edhe shtrenjtim të karburanteve si dhe produkteve të tjera edhe në Shqipëri. Kjo ishte edhe arsyeja e indeksimit të pensioneve në korrik dhe jo në muajin tetor, siç ishte bërë tradit prej disa vitesh. Me këtë indeksim prej 2.7%, që është 0.2% më i lartë se ai i tetorit të vitit kaluar, pensionet urbane të pleqërisë shtohen mesatarisht me rreth 543 lek në muaj. Nëse marrim si referencë vlerën mesatare të kësaj kategorie, që në fund të 2025-s ishte 20.123 lek, ndërsa për pensionet rurale shtesa është 320 lek, pasi pensioni mesatar rural në fund të vitit kaluar ishte 11.878 lek. Praktikisht me këtë indeksim, pensioni urban shkon në 20.660 lek dhe ai rural në 12.107 lek.